Dashuria është një fjalë e thjeshtë, por pasoja e saj mund të jetë shkatërimtare. Mund të ndërtoj ura, por mund të shkatërroj edhe familje të tëra. Sidomos kur ajo lind aty ku nuk duhet mes motrave. Mes dy njerëzve që duhet të duan njëra tjetrën më shumë se kushdo tjetër në botë. Kjo është historia e Arlindës dhe Sarës, dy motra që ndanin të njëjtën shtëpi, të njëjtin gjak, të njëjtat kujtime dhe në fund edhe të njëjtin djalë. Një histori ku zemra bie në grack, ku e vërteta fshihet nën tepihin e heshtjes dhe ku një zgjedhje e gabuar mjafton për të prishur gjithçka që duke e pathyeshme. Por ajo që e përkeqësoi më shumë situatën nuk ishte vetëm fakti që të dyja u dashuruan në të njëjtin djalë. Ishte diçka më e thellë, më e errët, një sekret që fshihej prej vitesh dhe që në momentin më të gabuar do të shpërthente si bombë në mes të familjes së tyre. Kjo histori nuk është thjesht një tregim dashurie. Është histori tradhtie, histori xhelozie, histori gabimesh të kushtueshme, histori të një së vërtete që i ndau përgjithmonë. Dhe gjithçka filloi atë verë, një verë që do të ndryshonte jetën e të gjithëve. Shtëpia e tyre ndodhej në një fshat të qetë malor, rreth 20 minuta larg qytetit. Një shtëpi e ngrohtë me një verandë të vjetër druri, me një obor plot qershi që në verë krijoni një hije të butë të ëmbël. Për shumë vite, ajo shtëpi kishte qenë vendi i paqes, i qeshjeve, i kujtimeve familjare. Por atë verë qetësia do të thyhej ngadalë, si një xham që qahet pa zhurmë, por që përfundon në mijëra copa të dhimbshme. Arlinda, 23 vjeçe, ishte motra e madhe, e qetë, e menduar, me sy të zinj dhe gjithmonë me një farë përgjegjshmërie të tepërt. Njerëzit e njihnin si vajzë të mirë, paksa të mbyllur, të përkushtuar te familja dhe studimet. Kishte mbaruar universitetin për ekonomi dhe po kërkonte punë, ndërkohë që ndihmonte nënën në shtëpi. Sara, 19 vjeçe, ishte e kundërta e saj. E gjallë, e zhurmshme, gjithmonë me buzëqeshje të madhe, që i bënte të gjithë të adhuronin. E bukur, me flokë të gjatë dhe të qelët, me sy të kaltër si qielli i verës. Ajo ishte shpirt i lirë, e pamësuar të mendonte gjatë, impulsive, aventuriere. Sara e njihte botën ndryshe, e shijonte jetën pa e lodhur mendjen shumë. Pavarësisht dallimeve, të dyja kishin qenë gjithmonë të pandara. Deri atë verë. Vera erdhi e nxehtë. Dita që gjithçka ndryshoi ishte një e diel. E diel e thjesht, si ato të zakonshme diell, zhurma e bletëve në obor. Era që lodronte me gjethet e pemëve. Arlinda po pastronte dhomën e saj, ndërsa Sara luante muzikë me zë të lartë dhe vallëzonte në korridor. Nëna e tyre, Liria, po bënte byrek në kuzhinë. Por diku aty, përgjatë kodrave, po afrohej dikush. Një i panjohur për to. Djali që do t'i përplaste dy zemrat e tyre. Ai quhej Erisi. E para që e pa ishte Arlinda. Ajo kishte dalë në verandë për të tundur tapetin dhe kishte ngrirë me sytë ngulur te djaloshi që afrohej drejt portës së tyre. Ishte i gjatë, trup drejt, me flokë të errët dhe sy që të krijonin ndjesinë sikur leqitnin çdo mendim që kishe. Veshur thjesht, me një çantë shpine dhe me buzët që mbanin një lloj tufe misteri. Po kush është ky? Pyeti vetveten. Nëna e saj doli me një herë, fshiu duart në përparse dhe me habi vështroi drejt portës. Ah, është djali i hallës së babait tënd, tha Liria, duke mos e hequr vështrimin. Familja e tyre është kthyer nga Gjermania dhe po qëndrojnë disa ditë tek shtëpia e tezës së tyre. Mbase ka ardhur të përshëndetet. Arlinda ndjeu një lloj ankthi të lehtë. Nuk e dinte pse. Djali duke i qetë, i sjellshëm, por kishte diçka tek sytë e tij që e fiksonte. Ai hyri në obor, përshëndeti me një zë të ngrohtë që të krijonte besim menjëherë. Përshëndetje. Jam Erisi. Fjalët e tij u shpërndan në ajër si një muzikë e re. Sara zbriti me vrap shkallët sa po dëgjoi zërin e tij. Ajo doli para tij me atë buzëqeshjen e saj të famshme, e cila gjithmonë e shkëlqente më shumë kur pran kishte ndonjë djalë interesant. Unë jam Sara, tha duke zgjatur dorën, ndërsa flokët i vareshin mbi supe. Erisi ja mori dorën me një qetësi të ngrohtë dhe i dha një shtrëngim të lehtë. Kënaqësi. Arlinda u gjen midis tyre, paksa në siklet. Ajo përshëndeti, por zëri i saj doli më i ulët se zakonisht. Arlinda u prezantua. Dhe atë çast ai e shikoi pak më gjatë se sa duhet. Sytë e tij u ndalën tek të sajët. Një shikim i shkurtër, por që mjaftoi për t'i ndezur diçka zemrës së Arlindës. Diçka të çuditshme. Diçka që nuk e kishte provuar më parë. Por ajo nuk e dinte se Sara e kishte para të shikim. Dhe nuk i pëlqeu as pak. Ditët kaluan. Erisi filloi të vinte shpesh. Fillimisht për të përshëndetur, pastaj për të ndihmuar në kopsht,
pastaj për të pirë një kafe në verandë. Nëna e vajzave e pëlqeu që në fillim ishte i sjellshëm, i edukuar, me sjellje prej djalit të rritur jashtë. Babai i tyre që shpesh punonte në qytet, mezi priste të kthehej në mbrëmje dhe të bisedonte me të për Gjermaninë dhe mundësitë e punës. Ai u bë shpejt pjesë e shtëpisë, dhe kjo ishte fillesa e gjithë dramës. Në darka, kur të gjithë flisnin, Sara qeshte, bënte shaka, e vështronte Erisin me sy të shkëlqyer. Ishte e hapur, e drejt për drejt, e pamësuar të fshihej pas fjalëve. Ndërsa Arlinda ajo fliste pak. Shikonte Erisin pa u vënë re, e dëgjonte me kujdes, ruante çdo detaj që thoshte. Zëri i tij i duke i veçantë, mënyra si buzëqeshte i duke e veçantë. Madje edhe mënyra si mbante filxhanin i duke e veçantë. Por ajo e mbante të fshehtë në zemër, aty ku askush nuk mund ta shihte. Sara nuk e mbante të fshehtë, dhe kjo i jepte një avantazh. Një pasdite, Sara u ul pranë tij në verandë. Kishte veshur një fustan të lehtë veror dhe luante me një lock floku. Një gjest që e dinte se tërhiqte vëmendje. Erisi, po mendon të qëndrosh gjatë në Shqipëri? Pyeti ajo duke e vështruar. Ndoshta, tha ai, kam ardhur për disa çështje familjare, por nuk e di ende sa kohë do të jem këtu. Do ishte mirë të rije, tha ajo me një ton të ëmbël që nuk i ngjante as pak spontanitetit të saj të zakonshëm. Ai buzëqeshi lehtë, por nuk ja ktheu flirtin. Jo atë ditë, jo as ditët e tjera, sepse sytë e tij kërkonin dik tjetër. Kërkonin Arlindën. Në mbrëmje, ndërsa Sara përgatiste akullore në kuzhinë, Arlinda doli në verandë me një gotë uji. Erisi ishte aty, vetëm, duke parë kodrat. Ai pa drejt saj dhe ja dha i shikimin e gjatë, të qetë, që i kishte ndezur diçka ditën e parë. Arlind, mund të pyes diçka? Tha me një zë të butë. Ajo u ndal. Zemra i rahu më fort. Po, pse gjithmonë rri në heshtje? Pyeti ai. E shoh që dëgjon shumë, por thua pak. Ajo ngriti supet, paksa në siklet. Nuk e di. Ndoshta jam kështu. Më pëlqen të vëzhgoj. Ai buzëqeshi lehtë. Më pëlqen kjo te ti. Ajo e uli kokën. Fjalët e tij ishin si një rrymë ngrohtë që i përfshiu gjithë trupin. Por ajo nuk e dinte se në dritaren e kuzhinës, Sara po e shihte. E shihte tek qeshte. E shihte tek skuqej. E shihte tek lumturohej nga fjalët që ajo vetë nuk i kishte marrë kur nga ai djalë. Dhe një xhelozi e vogël, krejt e padukshme, filloi të mbillej brenda saj. Në ditët që pasuan, raporti ndryshoi. Sara filloi të sillej më ndryshe me Arlindën. Më ftohtë, më nervoze, më shpesh e kritikonte, madje edhe për gjëra të vogla. Arlinda nuk e kuptonte pse, as nëna e tyre, por Sara e dinte shumë mirë arsyen. Ajo e kuptoi se Erisi nuk po e shihte atë, po shihte motrën e saj, dhe Sara nuk ishte mësuar të humbiste. Asnjëherë. Një mbrëmje, ndërsa shëtisnin të tre në përfush, Sara vendosi të vepronte. U shty lehtë, rrëmbyeshëm pranë Erisit, i kapte krahun, i fliste me zë të butë, i tregonte histori nga shkolla, nga festa, nga shoqet. Bëhej qendra e vëmendjes, ashtu siç ishte mësuar. Por Erisi shikonte Arlindën. E shihte kur ajo ulte syt, kur e tërhiqte ndonjë lock floku pas veshit, kur ngrihej për të vështruar malet. Ishte e bukur në heshtjen e saj, dhe kjo e bënte më tërheqëse. Në një moment, Erisi e thirri. Arlind, je mirë? Po dukesh e menduar. Ajo buzëqeshi paksa. Jam mirë. Sara e shikoi me mlef. U ndje e padukshme, e tepërt, për herë të parë në jetën e saj. Ajo natë ishte preludi i gjithçkaje që do të vinte më pas. Sepse ajo natë një vendim u mor nga Sara. Një vendim i heshtur. Nëse Erisi nuk binte vetë në dashuri me të, atëherë ajo do të bënte gjithçka që ta kthente sytë e tij nga vetja. Edhe nëse kjo do të thoshte të lëndonte motrën e saj. Por ajo nuk e dinte se Erisi ruante një sekret. Një sekret që do t'i përfshinte të gjithë. Një sekret që nëse dilte në sipërfaqe do të prishte gjithçka, jo vetëm mes motrave, por edhe mes dy familjeve të tyre. Dhe ky sekret, i mbajtur me vite, shumë shpejt do të dilte në dritë. Dhe kur të dilte, asgjë nuk do të ishte më si më parë. Pas asaj nate ku xhelozia e Sarës filloi të merrte formë, energjia në shtëpi ndryshoi. Nuk ishte diçka e dukshme, as diçka që mund ta shpjegoje lehtë, por ajo ishte aty në heshtjet mes vajzave, në mënyrën si Sara e shikonte Arlindën, në mënyrën si Arlinda shmangte kontaktin me të motrën nga frika se mos e mërziste akoma më shumë.
Ndërkohë, Erisi vijonte të ishte prezent pothuajse çdo ditë. Nuk duke i vetëdijshëm për shpërthimin emocional që po krijohej midis dy motrave për shkak të tij. Ai sillej njësoj me të dyja, por kishte një butësi të veçantë kur fliste me Arlindën, dhe atë butësi Sara e perceptonte si tradhti. Një pasdite, ndërsa dielli po binte mbi kodra, Erisi trokiti në derë. Sara zbriti para të gjithëve, si gjithmonë. Kishte veshur një bluzë të shkurtër dhe flokët i kishte rregulluar me më shumë kujdes se sa zakonisht. Përshëndetje, tha ajo duke i buzëqeshur shtirur. Përshëndetje, tha ai qetësisht. Erdha të pyes nëse keni nevojë për ndihmë. Xhaxhai më tha se duhet pastruar depoja e tezes, dhe mendoja nëse mund të më ndihmoni ju të dyja. Nëse s'keni gjë tjetër. Sara ngriti vetullën. Patjetër, tha ajo menjëherë. Po Arlinda s'di nëse ka kohë, se ka qenë gjithë ditën duke ndihmuar mamin. Në atë moment, Arlinda zbriti shkallët me një shami të lidhur rreth kokës. Pa problem, tha ajo me qetësi. Mund të vi. Sara shtrëngoi nofullat pa u vënë re. Depoja e tezes ishte një ndërtesë e vogël anës pyllit, e mbushur me mobilje të vjetra, kuti, libra dhe rroba të harruara. Dritaret ishin të pluhurosura dhe aroma e lagështirës përzihej me aromën e drurit të vjetër. Është vendi frikshëm natën, tha Sara duke parë përreth. Sikur ka fantazma këtu. Arlinda buzëqeshi lehtë. Ti ke frikë edhe nga macet, çfarë flet? Erisi shikoi të dyja, duke buzëqeshur në heshtje. Ato fantazma do jenë lodhur nga Sara, tha me humor. Sidomos me zërin që e ka. Sara qeshi duke e goditur lehtë në krah. Që tani po bën shaka me mua. Kujdes, mos e tepro. Por Arlinda vuri re diçka. Shikimi i Erisit sa herë bënte shaka me Sarën, nuk ishte asnjëherë flirtues. Ishte shikimi i dikujt që po mundohet ta shmang. Ndërsa sa herë fliste me Arlindën, syt i zbuteshin. Teksa po pastronin, Erisi dhe Arlinda mbetën vetëm në një cep të depos. Po më dukesh e lodhur, i tha ai. Ka ditë që nuk të shoh të qeshesh si më parë. Arlinda uli kokën. Kam qenë paksa e mërzitur, pranoi ajo. S'di, shtëpia ka ndryshuar pak. Ai e vështroi me kujdes. Është për shkakun tim. Ke pyeti qetësisht. Ajo ngriti kokën. Sytë e saj u zgjeruan, por nuk foli. Erisi buzëqeshi paksa. E kuptova, tha ai. Po mos harro, nuk jam këtu për të prishur asgjë. Arlinda ndjeu zemrën të bëhej e rëndë. Nuk je ti faji, tha me zë të ulët. Ndonjëherë gjërat bëhen vetë të komplikuara. Po, tha ai. Sidomos kur dikush mundohet të të largojë. Ajo ngriti sytë e habitur. Çfarë do të thuash? Ai u përkul pak më pranë. E di që Sara po përpiqet të qëndrojë midis nesh. Arlinda u hutua, fytyra ju skuq. Midis nesh. Përsëriti ajo. S'të kuptoj. Erisi e vështroi drejtë në sy. Arlind, unë kam ardhur këtu për shumë arsye. Por ima e madhe është që dua të njoh ty më mirë. Ajo u shtang. Këmbët sikur nuk i ndjeu më. Gjaku i gufonte në vesh. Ai e kuptoi reagimin dhe u tërhoq pak. Mos u ndje keq. Vetëm s'dua ti të mendosh se unë jam duke luajtur me të dyja. Ajo tundi kokën me vështirësi. Nuk e mendoj. Thjesht jam e befasuar. Para se të vazhdonin bisedën, Sara hyri me zhurmë në atë pjesë të depos. Hej, ç'bëni këtu? Ju lash 5 minuta vetëm dhe po më dukeni shumë të qetë, tha me ton tallës. Arlinda u largua me njëherë duke u shtirur se po kërkonte diçka në një kuti. Erisi e shikoi Sarën drejt, dhe ajo ndjeu se ai e kishte kuptuar hilen e saj. Më vonë, ndërsa po ktheheshin në shtëpi, Sara i doli përpara Arlindës duke ja zënë rrugën. Pse e ka qenë ngjitur me të? I tha ajo me zë të ulët dhe të ashpër. Arlinda u habi. Po thjesht po punonim. Sara u afrua më shumë. Mos mendo për asnjë sekond se ai të pëlqen ty, i përshpëriti. Është thjesht i sjellshëm. Arlinda ndjeu sikur dikush i shpoi zemrën. E kuptoi që Sara e kishte vënë re gjithçka. Dhe tani po e paralajmëronte. Unë s'kam thënë asgjë, tha Arlinda me zë të dridhur. Shikoje vete një herë, tha Sara me përçmim. Po ç'pun ka ai me ty? Ai ka nevojë për dikë si unë. Dikë që i përshtatet. Jo dikë që rri gjithë ditën me nënën në shtëpi. Fjalët ishin të dhimbshme. Shumë të dhimbshme. Arlinda nuk foli më. U largua me hapa të shpejt, me sytë që i mbusheshin me lot. Sara qëndroi aty. E pa motrën të largohej. Dhe nuk ndjeu pendes.
sepse në atë moment ndjeva frikë. Frikë se mos Arlinda e fitonte zemrën e atij djali. Frikë se mos humbte për herë të parë. Frikë se mos ajo mbetej në hije. Dhe Sara nuk duronte dot hijet. Atë natë Arlinda nuk doli nga dhoma. As darkoi, as foli me njeri. Nëna trokiti disa herë, por ajo u shtir se ishte lodhur. Ndërkohë Sara rinte në verandë duke shijuar akullore dhe duke bërë si e lumtur. Por sa herë shihte portën, zemra i rrihte shpejt. A do të kalonte Erisi? A do sillej ndryshe me të? A do t'i jepte qoftë edhe një shenjë të vogël që ajo kishte shpresë? Ai nuk erdhi, as atë natë, as të nesërmen në mëngjes. Në mëngjes, ndërsa Arlinda po ndihmonte nënën të palosnin rrobat, jashtë dëgjua zëri i Erisit. Sara doli me vrap. Ishte veshur bukur edhe pse ishte herët. Erisi, pse serdhe mbrëm? Pyeti ajo sikur e kishte zakon t'i kërkonte llogari. Ai e pa shkurt, pastaj ja hodhi sytë Arlindës që qëndronte në derë. Kisha disa punë, tha me zë normal. Por sot erdha se dua të flas pak me Arlindën. Sara ngrir. Me motrën time. Po, tha i pa u menduar. Është e rëndësishme. Sara mbajti frymën. E kuptoj. Zemra i ra nën këmbë. Arlinda u skuq. Nuk e priste. Me mua. Tha ajo me zë të dridhur. Po, tha ai qetësisht. A mund të ecim pak? Vetëm për 5 minuta. Sara humbi fjalët. Nuk kishte ndodhur kurrë që dikush të zgjidhte Arlindën para saj. Për herë të parë, Sara ndjeu urrejtje. Urrejtje të vërtetë. Djegse, që e bënte të mos mendonte qartë. Arlinda dhe Erisi dolën në kodër. Ecën duke mos folur derisa mbërritën te një pemë e madhe. Ai u kthye nga ajo. Arlind, dua të jemi sinqert me ty, filloi ai. Ka diçka për të cilën duhet të flas. Është e rëndësishme dhe ka të bëjë me familjet tona. Ajo e pa e hutuar. Me familjet. Ai mori frymë thellë. Ka diçka që nuk e di askush dhe koha po vjen që dikush duhet ta di. Arlinda u shtang. Zëri i tij ndryshoi. Sytë e tij u bën më të rënd, më serioz. Dhe para se të shkojë më tej, tha me zë të ulët. Dua ta dish diçka. Ajo e priti me zemër që i rrihte fort. Unë nuk jam interesuar për Sarën, tha ai qartë. As nuk kam qenë ndonjëherë. Arlinda uli syt, fytyra ju nxe. A jam unë arsyeja? Pyeti ajo me zë të dridhur. Ai ju afrua pak. Po, tha ai pa hezitim. Kje ti? Por para se ai të vazhdonte, nga largu dëgjua një zhurmë fort. Svarë. Ishte Sara. Qëndronte pas një peme me fytyrë të shtrembër, me sytë e skuqur e gatshme të shpërthente. Ajo kishte dëgjuar gjithçka. Të hërë ke dhe tërë falte, sepse për herë të parë në jetë humbi, dhe humbi nga motra e saj. Dhe në atë moment Sara u betua. Nëse Arlinda do ta donte Erisin, atëherë ajo do t'i merrte diçka shumë më të madhe. Diçka që s'kishte të bënte vetëm me dashurinë. Diçka që do ta shkatëronte familjen. Një sekret që ajo e kishte gjetur rastësisht, por që mund ta kthehej në armën e saj të vetme. Një sekret që kishte të bënte me të atin e tyre, me të kaluarën, dhe me të vërtetën që Erisi po përpiqej t'i tregonte Arlindës. Sara u tërhoq pas pemës sapo Erisi dhe Arlinda kthyen kokën nga zhurma. Zemra e rrihte fort, aq fort sa mendonte se mund ta dëgjonin më shumë se sa hapat e saj mbi gjethet e thata. Nuk e kishte menduar kurrë se kjo ditë do të vinte. Se dikush dhe aq më keq motra e saj, do t'i merrte diçka që e konsideronte të vetëm pa e pasur kurrë. E ndërsa ajo ikte me shpirtin që i përvëlohej, Arlinda qëndronte e hutuar dhe e skuqur para Erisit, ndërkohë që djali shikonte drejt saj me një seriozitet të frikshëm. Po më tremb, tha Arlinda duke buzëqeshur me nervozizëm. Ç'është ky sekret? Erisi uli kokën për pak, sikur po mendonte si ta fillonte. Arlind, ajo çfarë do të them nuk është e lehtë për mua, tha ai, sepse nuk prek vetëm mua, prek edhe familjen tënde. Arlinda ngriti vetullat. Familjen time. Ai mori frymë thellë. Po, babai yt dhe babai im. Arlinda u shtang. Nuk e priste që të fillonte pikërisht me këtë. Çfarë ka babai im? Pyeti ajo duke u bërë nervoze. Erisi ngriti syt drejt saj. Para shumë viteve, kur babai yt punonte në qytet, ai kishte një bashkëpunim të afërt me babain tim. Një marrëveshje e vjetër biznesi që s'kishte përfunduar aq qetë sa e mendonin njerëzit. Arlinda shtrëngoi shamin në dorë. Nuk po kuptoj.
Ai dhe babai im patën një konflikt të madh, vazhdoi ai. Dhe ky konflikt i ndau dy familjet për shumë vite. Ajo u step, por unë se kam dëgjuar kur këtë gjë. Nëse do ta dëgjoje, tha i but, atëherë do ta dije që babai yt nuk do që ne të afrohemi. Zemra e Arlindës u drodh. Pse? Erisi e vështroi drejt, sepse ai mendon se familja ime i ka marrë diçka të rëndësishme, dhe akoma nuk e ka falur. Ajo ngriu. Nuk po kuptoj çfarë i keni marrë. Erisi lëvizi paksa tutje, sikur nuk donte të thoshte gjithçka menjëherë. Këto janë gjëra të vjetra, murmuriti. Por koha po vjen që e vërteta të dalë, dhe dua që ta dish para se ta dëgjosh nga diku tjetër. Arlinda hapi gojën të fliste, por nuk doli asnjë fjalë. Në të vërtetë, ajo kishte dëgjuar fjalë të rralla në fshat, për para të humbura, për dokumente të zhdukura, për një marrëveshje toke që s'ishte mbyllur kurrë. Por kur nuk ishte menduar se lidhej me Erisin. Ajo mori frym me vështirësi. Pse po ma thua mua këtë? Pyeti ajo e tensionuar. Erisi e pa drejt, me një shprehje që fliste më shumë se fjalët. Sepse dua të jesh e sinqert me mua. Arlinda tundi kokën. Si? Dua ta di nëse ti ndjen diçka për mua. Një gur i madh dukej sikur i ra mbi kraharor. Fjalët ju ngatëruan. Ajo u skuq, u zbeh, dhe nuk e dinte ku t'i çonte duart. Unë nisi ajo, por zëri ju drodh. Ai e ndërpreu but. Nuk dua të vë në presion, por dua ta di para se të përfshihet gjithë fshati, para se babaju të më shohë si armik, para se e motra jote të thot gjëra që nuk janë të vërteta. Arlinda ngriti syt menjëherë. Ç'lidhje ka Sara këtu? Erisi mori frym ngadalë. Sepse ajo më pëlqen, tha ai i hapur. Dhe do të bëj gjithçka që ti dhe unë të mos afrohemi. Arlinda ngriu. Si e di? Ai qeshi me ironi, se ajo më ka ndjekur për ditë të tëra. Më ka dalë në rrugë, më ka shkruar, më ka lënë dhurata në derë, edhe mbrëmë më priste në portë. Arlinda u skuq nga turpi, nga shqetësimi, nga hutimi. Sara nuk është e keqe, tha ajo thjesht. Jo, tha ai, nuk është e keqe, por kur xhelozohet humb mendjen. Arlinda uli syt dhe preku shamin që mbante në dorë. Më vjen keq, tha ajo me zë të ngadalshëm. Nuk e dija që ajo kishte shkuar deri aty. Erisi bëri një hap më pranë. Ndaj po të them dua të di se çfarë ndjen ti. Vetëm kaq. Ajo mori frym thellë. Shpina i dridhej. Duart i ftoheshin. Unë ndjej diçka, pranoi ajo më në fund, shumë ngadalë. Por nuk e di çfarë. Jam e hutuar. Ai buzëqeshi lehtë, me një qetësi që e bëri zemrën e Arlindës të shtrëngohej. Mjafton, tha ai. Nëse ti ndjen diçka, edhe pak, atëherë nuk do të heq dorë. Ajo ngriti kokën e habitur. Ç'po thua? Po them që nuk do të lë vetëm, tha ai duke u afruar edhe më shumë. Edhe nëse familjet tona ka një të kaluar të keqe. Arlinda bëri një hap pas. Po nëse babai im, nisi ajo. Do flas unë me të, tha Erisi qetësisht. Arlinda u tremba akoma më shumë. Jo, mos e bëj. Ai e pa me habi. Nëse i them që dua të jemi sinqert me të, do më dëgjoj. Nuk dua që ai ta mësoj nga Sara, sepse ajo do ta shtrembëroj të vërtetën. Ajo e kapi për krahu. Erisi, lutem mos i thuaj asgjë. Jo tani. Ai e pa drejte në sy. Arlind, po nuk i thash unë, do i thot Sara. Dhe ajo do të tregoj atë version që i le verdis. Arlinda ngriti dorën mbi gojë. Sara nuk do të guxonte. Erisi qeshi hidhur. E diti se ç'është në gjendje ajo të bëj për xhelozi. Arlinda tundi kokën. Sara është impulsive, por s'dëmton njeri. Erisi uli syt. Do e shohim. Ndërkohë Sara ishte kthyer në shtëpi duke u dridhur nga inati. U mbyll në dhomë dhe nxori nga një kuti të vjetër një zarf të verdh, të rrudur, të harruar. E kishte gjetur rastësisht para pak javësh në sirtarin e babait. E kishte hapur. E kishte lexuar. Dhe ajo që kishte lexuar e kishte tronditur aq shumë sa i kishte përzier gjakun me inatin. Ishte një dokument, një marrëveshje vjetër mes babait të tyre dhe babait të Erisit. Për tokat, për borxhet, për humbjet. Një letër që tregonte se familja e tyre kishte humbur shumë për faj të një mashtrimi. Dhe tani ajo e shikonte dokumentin me një buzëqeshje të rrezikshme. Nëse Arlinda më mori djalin, pëshpëriti ajo duke shtrënguar letrën.
Atëherë unë do t'i marr familjen. E thjesht, e ftohtë, e pamëshirshme. Sepse sipas mendjes së Sarës, dashuria nuk krahej me tradhtin. Mashtrimi i babait të Erisit ishte plagë e vjetër, por ajo mund ta hapte sërish. Mund ta kthente në luftë, mund ta kthente në armë. Dhe ajo pati një ide. Një ide hakmarrjeje kaq të thellë, kaq të rrezikshme, sa mund të shkatëronte 2 shtëpi për një herë. Në atë moment Sara u betua, Arlinda nuk do të fitonte asgjë. As dashurinë, as paqen, as të vërtetën, as familjen. Sara do të sigurohej që këto 2 familje të mos bashkoheshin kurrë. Qielli ishte i mbuluar nga re të trasha të një pasditeje të rënduar. Aina, Era dhe Luani po ecnin shpejt drejt makinës së Luanit. Askush nuk fliste. Secili ishte i humbur në kaosin e vet, në mendimet dhe në frikën që po rritej me çdo sekond. Në ajër kishte diçka të çuditshme, një ndjesi se nuk ishim vetëm. Kur hyn në makinë, dera e pasme u mbyll vetë me një krism të fortë që i bëri të dridheshin. Luani ndezi makinën pa thënë asnjë fjalë, ndërsa Era rrinte e shtrirë pas, duke mbajtur telefonin në dorë sikur t'i vare jeta prej tij. Aina më në fund e theu heshtjen. Kush është ai djalë? Çfarë ka ndodhur realisht? Era lëvizi buzët ngadalë, si dikush që po përgatiste shpirtin për të treguar një të kaluar që nuk donte ta prekte. Nuk është një djalë i thjesht, tha ajo. Ai ka qenë obsesiv, dhe unë kam bërë një gabim të madh që e fsheha. Aina e shikoi nga pasqyra e makinës. Sytë e saj kishin një dritë të çuditshme. Përzierje frike dhe kureshtje të dhimbshme. Nëse nuk flet tani, do të jetë shumë vonë, i tha ajo. Fillimi i historisë së Erës. Para Luanit, shumë kohë më parë, Era kishte njohur dik, një djalë që quhej Dren. Ishte i qeshur, i ëmbël në fillim, ai lloj njeriu që të bënte të ndiheshe e dukshme. Era ishte 17 vjeçe, naive e pafajshme, dhe Dreni ishte i vetmi që e kishte bërë të ndiheshte veçanërisht. Por shumë shpejt, gjërat filluan të ndryshonin. Ai u bë xheloz, shumë xheloz, tha Era duke dridhur duart. Më kontrollonte, më ndiqte në shkollë, më thoshte me këflisja. Mua më dukej si dashuri në fillim, por pastaj ai filloi të bëhej i frikshëm. Luani nga u makinën më shpejt pa e kuptuar. Pse nuk më the mua? Pyeti ai me një zë që mezi mbahej. Sepse Era u ndal, sepse mendova se kishte mbaruar. Ai u zhduk pa pritur. Asnjë mesazh, asnjë gjurmë. Dhe mendova se ishte thjesht një gabim i rinisë sime që nuk do të kthehej më. Aina përplasi dorën te kofsha e saj. Por është kthyer. Dhe tani e di gjithçka. Edhe për mua. Edhe për Luanin. Edhe për ty. Era uli kokën. Më vjen keq, Aina. Të betohem. Nuk doja kur të lija në këtë mes. Por Dreni ai nuk është normal. Ai është si hija e vetes. Si dikush që po kërkon hakmarrje për diçka që nuk ekziston. Kallashta e parë. Kur makinat i kalonin disa rrugë të qeta, Luani dalloi në pasqyrë një vetur të zezë që dukej se i ndiqte. Aina e kuptoi me një herë. Luani, tha ajo me zë të dridhur, shiko nga pas. Ai hodhi një vështrim të shpejt dhe zemra i ra poshtë. E njëjta makinë që kishte parë edhe dje, para shtëpisë së tij. Është ai. Era nisi të dridhej. Ju thash, ai ka ditë që po më dërgon mesazhe, që po më ndjek. Nuk është loj. E çfarë do ai? Pyeti Aina. Çfarë kërkon nga ne? Era ngriti telefonin dhe i tregoi Aines një mesazh të ri. Nuk do të lë më të ikësh. As ty. As motrën. As atë djalin që po ju ndan. Aines ju zbeh fytyra. Ai po e sheh këtë histori si një lojë të sëmur, tha Era me një përshpëritje. Po do të na mbajtë lidhur në një rrjet frike. Luani shtrëngoi timonin. Mjaft. Nuk do t'i lejoj. Do ta mbyll këtë një herë për gjithmonë. Por ndërsa e thoshte, ai vetë nuk besonte plotësisht në fjalët që i dilnin nga goja. Arritja e strofullën e vjetër. Luani i çoi në një vend të fshehtë, një shtëpi të vjetër të gjyshit të tij, ku askush do t'i kërkonte. Ishte e braktisur, por e sigurt. Ata ulën çantat në dysheme dhe fryma e të gjithëve ishte e ashpër, e prerë. Aina ishte e para që foli. Çfarë dim realisht për të? Kush është ky Dren? Era pushoi për pak dhe tha. E vetmja gjë që e di është se ai kishte probleme me familjen. Ishte i rritur në një vend me dhunë, ku e vetmja gjë që e bëri të ndihej i rëndësishëm ishte kontrolli. Unë isha shpëtimi i tij. Dhe kur e braktise? Pyeti Aina. Ai u thye. Tha që do të kthehej. Dhe ja ku është.
Luani hapi laptopin dhe nisi të kërkonte informacione për të. Por asgjë. Ishte si të kërkoje një fantazm. Ndërkohë në dritare një hije lëvizi. Askush nuk e pa. Jo ende. Rrëfimi i hëri tronditi tërë gjithë. Pas disa minuta sheshtjeje, Era mori frymë thellë dhe tha: "Ka diçka që nuk e dini dhe duhet ta dini, sepse ai po e përdor kundër meje." Aina u përkul përpara. Luani ngriti vetullat. "Çfarë do të thuash?" pyeti ai. Era pa në tokë. "Unë nuk isha vetëm me të. Disa muaj para se ai të zhdukej, ai kishte filluar të më shantazhonte me disa video, me disa biseda, me disa gjëra që nuk doja t'i kujtoja. Ai më kishte filmuar, pa lejen time, dhe më kërcënoi se nëse nuk rija me të, do t'i dërgonte ato te familjat e ty, Aina." "Dhe?" pyeti Aina me sy të zgurdulluar. "Unë i fshiva. U betova se i fshiva të gjitha. Por tani po kuptoj ai pas ka ruajtur. Ai ka ende. Ai i përdor kundër meje." Ainës ju thye një pjesë e zemrës për motrën e saj. "Era, pse nuk më the? Pse nuk më tregoje?" "Sepse nuk doja të më shikoje si të dobët, si dikush që gabon, si dikush që bie viktim, dhe sepse e dija që ti do të më akuzoje. Gjithmonë ke qenë më e forta. Unë jam ajo që bën gabime, që bie në dashuri me njeriun e gabuar, që nuk di si të mbrohet." Aina u ngrit dhe ju afrua motrës. "Kur nuk do të ta akuzoja për diçka të tillë. Nuk e meritoje." Luani i pa të dyja dhe ndjeu se e vërteta po dilte më në fund në dritë. Por pikërisht në atë moment, frokja. Një trokitje e rëndë, e thellë, e ftohtë ra në derën e shtëpisë së vjetër. Të tre ngrin. Një tjetër goditje. Luani u ngrit ngadalë me një thik kuzhine në dorë. Era nisi të dridhej. Aina mori frymë thellë dhe u vendos pas motrës. Goditja e tretë ishte më e fortë. Atëherë një zë, i ulët, i ftohtë, i njohur për Erën. "Era e di që i aty. Hap derën. Nuk dua të futem pa leje, por mundem." "Shumë lehtë." Era u bë e bardhë si fleta. "Është ai," përshpëriti ajo. "Është dreni." Luani ju afrua ders. "Largohu," tha ai. "Luani, mos e qel." Bërtiti Aina. Por zëri për te i derës qeshi. Një të qeshur e ngadalt që të fuste therje në shpinë. "Ke pra të gjithë jeni aty. Më pëlqen kur jeni bashk. Bën gjithçka më të thjesht për mua." Era nisi të qante. "Çfarë do prej nesh?" Bërtiti Aina drejt derës. "Vetëm të vërtetën. A nuk është interesante si fjalë?" tha ai. "Dua që të gjithë ta dini. Askush prej jush nuk është i pafajshëm. As ti, Aina. As Luani. As motra jote. Askush." Luani u afrua dhe bërtiti. "Largo. Thërasim policin." Zëri qeshi përsëri. "Nuk ke kohë për polici, Luani. E vërteta është më afër se mendon. Tani ose hap derën ose unë e hap. Dhe nuk do t'ju pëlqej mënyra." Era e mbajti Ainën nga krahu. "Ai nuk ka ardhur për mua," tha ajo me zë të dridhur. "Ai ka ardhur për të gjithë." Goditja e katërt e thyen gjysmë derën. Në atë moment, Aina kuptoi diçka të rëndësishme. Jo vetëm që dreni kërkonte Erën. Jo vetëm që ai do të hakmerej. Ai dinte diçka për të. Diçka që askush nuk e dinte. Diçka që ajo kishte mbajtur sekret për vite me radhë. Aina preku zemrën me dorë. Dreni e dinte edhe atë. Dhe pikërisht për këtë arsye, s'kishte ardhur vetëm për të prishur një histori dashurie. Ai kishte ardhur që ta shkatëronte krejt familjen. Errësira kishte rënë mbi qytet, por në shtëpinë e motrave gjithçka ishte ndezur jo nga dritat, por nga tensioni. Ajo atmosferë që të rëndon në gjoks, të bën të marrësh frymë me vështirësi. Sikur çdo hap që hedh mund të shkaktojë një tërmet emocional. Ishte nata kur e vërteta duhej thënë. Më në fund, Lea po qëndronte në sallon, duart e mbështetura në një filxhan çaji që nuk e pinte. Ishte qetë në pamje të parë, por syti kishte të lodhur si dikush që ka menduar gjithë natën për ne të tëra. Era e jashtme që përplaste dritaren I duke e njohur një kërcitje e vogël, por e mjaftueshme për t'i dridhur zemrën. Rreth 3 muaj kishte mbajtur një të vërtet rënd, dhe tani ajo peshonte më shumë se kur. Elira zbriti shkallët ngadalë, e veshur thjesht me flokët e lëshuar. Nuk kishte grime, nuk kishte asnjë përpjekje për të fshehur lodhjen e syve. Çdo muskull në fytyrën e saj duke I tendosur. E kishte marrë vendimin ta dëgjonte, edhe pse friksohej se çfarë mund të dëmtonte kjo ditë. "Jam gati," tha ajo.
Më thuaj gjithçka. Pa u fshehur më, pa rrotulla. Lea mori frym thellë. Edhe nëse dhem, nuk dua të jetoj në errësirë më. Një pauzë gjatë rambi ta. Diku në kuzhinë ora murale trokiste mekanikisht. Ishte vetmja gjë që lëvizte, ndërsa motra qëndronin të ngrira, si dy figura prej mermeri para një të vërtete që do t'i zhvendoste prej themeleve. Rrëfimi i Leas. Atë natë që mendon se unë shkova në shtëpinë e Arbrit për t'i thënë të mos të takonte më, nuk është e vërtet, nisi Lea. Zëri i saj nuk u drodh. Jo sepse nuk e ndjente peshën, por sepse më në fund ishte lodhur së heshturi. Atë natë unë shkova ta takoj si grua, jo si motër. Sytë e Elirës u hapën. Si çfarë po thua? Lea uli syt pak. Unë isha ajo që e kërkoj, që e provokoj, që i tha se ndjente gjëra për të. Dhe ai nuk më refuzoi. Në atë çast, zemra e Elirës u ngurtësua. Nuk foli, nuk bërtiti, nuk u qua, thjesht ngriu. Kemi qenë bashkë atë natë, vazhdoi Lea. Dhe unë mendova se pastaj do të zgjidhej gjithçka. Mendova se do zgjidhte mua. Që do ta mbyllnim kapitullin të 3 dhe do vazhdonim secili jetën e vet. Por ai më tha diçka që më shkatërroi. Çfarë? Pyeti Elira me zë të shkëputur. Më tha që të dashuronte ty. Nuk pati shpërthim, nuk pati lot, vetëm një heshtje të tmerrshme. Dhe unë i kërkova një gjë tjetër, shtoi Lea, zëri i dridhur për herë të parë. I kërkova të largohej, të mos e shkatëronte jetën tënde, të mos të lëndonte. Nuk e duroja dot mendimin se do ta shije fytyrën e tij dhe do të kujtohej fakti që unë. Zëri i saj u qa, që unë e tradhtova besimin tënd. Elira uli kokën, ndjeu tronditje, ndjeu zemërim, por mbi të gjitha ndjeu një dhimbje të vjetër që doli sërish në sipërfaqe. Ajo natë kishte lënë plagë të thella, por jo gjithçka ishte thënë. Jo ende. Po pse nuk ma the? Pyeti Elira. Pse e mbylle brenda vetes? Pse më le të urreja veten, të urreja atë, të urreja ty? Lea e fshiu një lot, sepse kisha frikë, frikë se do të humbisja. Dhe e di që ti ngëllon egoiste, por ti e gjithçka që kam. Ti je më shumë se motër. Nëna e ikur, familja ime e vetme. Personi që më rriti kur të tjerët ishin të padisponueshëm. Nuk mund ta imagjinoja jetën pa ty. Kjo fjali i theu diçka Elirës, sepse ishte e vërtet. Ishte një lidhje që kishte mbjetuar kaos, vdekje të prindërve, sfida ekonomike, emigrim, gjithçka. Dhe megjithatë kishte rënë përballë dashurisë për një djalë. Por ka edhe diçka tjetër që duhet ta dish, tha Lea papritur, sikur një re e errët sapo kishte hyrë në dhomë. Diçka që më ka munduar më shumë se gjithçka tjetër. Më thuaj, u përgjigje Elira, e gatshme të përballej me çfarëdo. Arbri nuk i ku sepse e binda unë. Ai i ku sepse Lea e mbylli syt, sepse u kërcënua. Elira ngriti kokën me një herë. Nga kush? Nga dikush që nuk dua ta besosh, por duhet. E vërteta e errët. Nga Arditi. Emri i vëllait të tyre të ndjer ra në dhomë si një goditje. Ajri u bë më i rënd. Sytë e Elirës filluan të dridheshin. Jo, kjo nuk është e mundur. Arditi jo, Lea, mos e përmend, të lutem. Po, këmbënguli Lea. Ai ishte gjalla të kohë. Ishte i friksuar për ty. Ishte obsesiv kur vinte punat e tij. E di që e ke idealizuar gjithmonë. E di që ai ishte heroi yt. Por ai nuk ishte gjithmonë ai që pretendoje se ishte. Elira u qua në këmbë, sikur toka i lëvizi poshtë. Ti po më thua që vëllai ynë i ndjer kërcënoi djalin që unë e doja. Po, e detyroi të largohej. Dhe kërcënimi ishte aq serioz sa Arbri besoi se largimi ishte mënyra e vetme për të mos të dëmtuar ty apo mua. Pse? Pse do e bënte? Lea mori frym thellë, sepse kishte frikë të mos të humbte. E di që ti ngëllon e sëmur, por ai kishte një lidhje shumë të çuditshme me ty. Ishte tepër mbrojtës, tepër posesiv, dhe kur pa që një djalë të sillte një lloj lirie që ai nuk e kontrollonte dot, ai e humbi. Elira ul ngadalë, sikur trupi i saj s'mbante më peshë. Syt i mbushi me lot që këtë herë nuk ishin vetëm dhimbje, ishin edhe zhgënjim, tmerr, mosbesim. Kjo është shumë. Zëri i saj u drodh. Ti po më thua që gjithë jeta ime, gjithë historia ime me Arbën u shkatërrua jo nga ti, jo nga ai, por nga vëllai ynë. Po, përshpëriti Lea. Dhe unë e di që kjo e vret. Më vret edhe mua. Sepse unë isha ajo që e mbajti këtë sekret. Edhe pas vdekjes së tij. Sepse mendova se të mbroja. Por duke të mbrojtur të lash në errësirë.
Përplasja e madhe. Elira ngriti sy. Kam një pyetje, tha ajo. Pse po ma thua tani? Lea u drodh. Sepse ai është kthyer. Elira u ngrir. Kush? Arbri. Është rikthyer në qytet. Dhe më ka kërkuar të flas me ty. Çfarë? Elira u ngrit në këmbë me një shpërthim që për herë të parë thyen gjithë heshtjen e atij shtëpie. Ai djalë, pas gjithë asaj që ka ndodhur, pas gjithë atyre plagëve, ka guximin të kërkojë të më shohë. Po, tha Lea e qetë, por me sy të mbushur, sepse mendon se e meriton një shans të tregojë të vërtetën e tij, dhe sepse ende të do. Elira u kthye nga dritarja, duart i dridheshin. Nuk dua ta shoh, nuk dua ta dëgjoj, nuk dua të rikthehem në atë makt. Duhet, tha Lea but, jo për të, për veten tënde, për të mbyllur plagët, për të kuptuar,